I gjithë rrjeti ujësiellës i fshatit Bërdic paraqitet plotësisht i amortizuar. Gjendja problematike e depos së këtij ujësiellësi dhe gjithë rrjetit ngrihet edhe nga administratori i kësaj njësie, Aleksandër Pashuku, i cili thotë se kjo situatë bën që 50% e ujit të humbas, pasi prej 25 vitesh nuk është bërë asnjë investim për mirëmbajtjen apo përmirësimin e rrjetit. Ndërkohë kjo gjendje paraqitet alarmante edhe për sa i përket sigurisë së ujit. Gjendja është problematike për arsye se depoja është e amortizuar, ka rrjedhje anësore të ujit. Ka vite që kjo është ndërtuar. Problem shqetësues është edhe linja nga stacioni i Pombo që merret te burimi, për arsye se është i amortizuar dhe jashtë kushteve teknike. Ka probleme për arsye se ka çarje të tubit kryesor dhe meqenëse se ka vite që janë ndërtuar dhe cilësia nuk bën, rrjeti i tubacionit nuk bën për riparim. Për kapacitetin që ka, ajo vetëm 50% të volumit të ujit ajo mban. Për arsye që ka rrjedhje dhe nuk familjarët ose abonentët nuk arrin të furnizohen me sasinë e plotë të ujit të pijshëm. Probleme janë edhe në depon e fshatit të Bërdic të Madh dhe të Bërdic Mesme. Më i pranueshëm mund të jetë në fshatin Malehebej. Me funksionimin e ri vendor, ujësiellës fshat do të kalojmë brenda këtij viti në varësi të ujësiellës qytet, ku aktualisht po realizohet inventarizimi plot i këtij sektori.